faktorët që njoftimi i zërejës ka ardhur nga prillive të do të filloj këto tarifat e reja, cilat janë arsyet që po kemi këtë shtretim të energjisë? Në fakt, për me qenë veç i sakt, çmimi i energjisë nuk është në shtrejtu ende. Jem publiku raportet konsultative të hyrave maksimale për operatorët e sistemeve të distribucionit dhe të transmisionit. Në kuadrë të atyne raporteve, zëreja del me një njoftim që rritja maksimale mund tjetë deri në 15%. Mirë po kjo është hala subjekt i konsultimeve publike të cilat janë të hapura kënë deri me 28 mars dhe vendimi u prit ke me u marrë me 19 prill. Tash forma që zëreja vjen deri te vendosja e tarifës së re është kategori ligjore e cila rregullohet përmes një formule e cila merr parasysh shpenzimet operacionale, shpenzimet kapitale e tjera e tjera. Mirë po çka vrejmë në raportet konsultative është që na vazhdojmë edhe si vjetë, edhe në vitet e kalume mund varë ka herë ma shumë e ka herë ma pak, po prej importit të energjisë. E kur varë është prej importit, atër çmimi pa tjetër që është kështu dinamik dhe nuk varët prej neve. Veç në janar dhe në shkurt, kënë dikon 13% import i realizum në janar e 10% në shkurt. Kjo është kështu shifër gëgja e madhe, e cila ta determinan pak edhe çmimin dhe vendosjen e tarifave të energjisë. Tash kur flasim për importin, mundet me ushtru diskutimi në dy rrafshe, pse po importohet kaq shumë dhe apo importohet mirë në kuptim të planifikimit afatgjat dhe kontratave afatgjata, të cilat kështu çmimin e mbajnë pak ma të ndjeshëm në mënyrë që faturat e qytetarëve me ardhë pak ma të lira. Po për këtë pjesë nështë këtë që ishtë dashë me hedal me një shpjegim pak ma gjatë dhe me pas një proces pak ma transparent për çështjen e importit. Pra pse po importohet në kohën kur çmimet e energjisë nuk po janë të favorshme as për kecin, në fund të ditës për qytetarin, sepse në fund ditës çdo shpenzim i kecit i faturohet qytetarin. Zotri Bellaqa, po ju si shihni një ndryshim tek çmimet, një rritje potenciale të çmimit të energjisë dhe sa mund të jetë realisht